Hoxha, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Hoxha, nisim pikërisht me këtë se çfarë po ndodh në fakt këto kohë, krahas gjithë deklaratave, denoncimeve që Partia Demokratike vazhdimisht i ka bërë, duket se strategjia me protestat do të vijojë. Ku do të çojë Partinë Demokratike sipas jush kjo strategji? Pra me disa qytetarë që mblidhen në shesh, koktej Molotov, shoqërime, arrestime, përsëri e njëjta situatë, pra ka diçka konkrete, ka një vizion konkret me këtë se çfarë po ndodh? Mendoj që është shpallur vizioni konkret. Kërkohet qeveri teknike, besimi për të menaxhuar shtetin në mënyrë që vetë shteti të mos futet në zgjedhje për deformuar procesin zgjedhor. Të gjithë paragullësitë që ne hasim çdo ditë me shkeljen e ligjeve, me shkeljen e drejtave të njerëzit, me shumë gjëra të ndryshme që ndodhin në përditshmërinë e shqiptarëve janë derivat i pushtetit të vjedhur. Në këtë kontekst duhet fokusohet çdo energji tek qendresa, tek protestat, se ky është mjeti që një forcë politike ka. Fundja çfarë mund të bëjë një parti politike më shumë se sa të protestojë për të thënë në këtë vend gjërat nuk po shkojnë mirë dhe do duhet futur shteti shqiptar në shinat e demokracisë, të bëjmë një palë zgjedhje normale dhe pastaj të fitof më i miri. Këtë aspekt, ajo që bën PD-ja është e domosdoshme, është jetike dhe sigurisht duhet ta vazhdoj. A ka mënyra të ndryshme se si mund bëhet? A do bëhet me fishek zjarre apo pa fishek zjarre? Këta janë detajet organizimit, cilat pa dyshim që kanë vend për kritika, për sugjerime, për përmirësime, nuk diskutohet kjo gjë. Po thelbi qëndron. Këtu duhet një qeveri besimi, sepse vendi ka ikur në drejtim të paditur për shkak të rilindjes që mori peng zgjedhjet, që shkel kodin zgjedhor dhe quan kinezërin mes fushatës, që paguan 700.000 pensionist kur nuk e lejon kodin zgjedhor, që fut dhe tur të gjithë administratën publike në secilën zonë zgjedhore me mjetet e shtetit, me kompjuterat e shtetit, me para në dorë, me ndikimin e krimit organizuar, me mburojën që ju bën policia këtyre kriminalëve në zgjedhje, që dalin me auto blinda hapur ditën për diell, dhe në këtë aspekt, qofse duam flasim për shtet dhe nacion kushtetues, kjo